Një vit pas vendosjes së paraburgimit ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, dy studiot ligjore ndërkombëtare përfaqësuese dolën në një deklaratë ku kritikojnë ashpër masën e marrë ndaj tij. Sipas tyre, Veliaj ka mbajtur në paraburgim duke shkelur perimet themelore të procesit të së drejtës dhe në rrethanat që përbëjnë sipas tyre persekutim politik. Avokatët ligjor e cilësojnë rastin si një shembull kryesor të abuzimit me masën e paraburgimit në Shqipëri. Ata theksojnë se gjatë 365 ditëve të fundit, Veliaj ka qëndruar i ndaluar pa prova bindëse që të justifikojnë rrezikun e arratisjes apo ndikimin negativ mbi procesin e drejtësisë. Gjatë 365 ditëve të fundit, çështja e kryebashkiakut Veliaj është bërë shembull kryesor i përdorimit të tepruar dhe abuzimit në masën e paraburgimit në Shqipëri. Veliaj është mbajtur i ndaluar, pavarësisht se nuk ka prova të qarta se ai përbën rrezik arratisje, se mund të pengojë drejtësinë apo se mund të kryente sërish krimet e pretenduara për të cilat është akuzuar. Sipas avokatëve, në shtator ndalimi i tij u përdor nga Këshilli Bashkiak i Tiranës si bazë mbi të cilën u kërkua të shkarkojë nga posti i kryetarit të bashkisë. Së fundmi, prokurorët e SPA kanë argumentuar se mbajtja e vazhdueshme në burg e kryebashkiakut Veliaj justifikohet sepse ai kërkon këshillim ligjor në SBA për të mbrojtur, pasi u bë qartë se nuk mund ta bënte realisht këtë vetë. Ky nuk është proces i rregullt ligjor, është ndëshkim pse kërkon mbrojtje dhe një shkelje e hapur e së drejtës së tij për të mbrojtur. Që nga dita e parë, kjo çështje ka qenë një persekutim politik i shoqëruar me abuzime skandaloze të procesit të rregullt ligjor. Sot shënohet një vit i plotë i kësaj padrejtësie të vazhdueshme, tha Daniel Fetterman, partner në firmën ligjore Kezuic dhe një nga këshilltarët ndërkombëtar të kryebashkiakut Veliaj. Këshilltarët e Veliajt kërkojnë shqyrtim të menjëhershëm të situatës dhe një vlerësim të drejtë për shkeljet e supozuara të procedurave ligjore. Ky reagim vjen ndërsa vëmendja ndërkombëtare është shtuar për respektimin e të drejtave dhe standardeve të procesit të rregullt ligjor në Shqipëri.